Të dashur miq, ja ku jemi këtu si gjithmonë, duke ankuar, mërzitur, bërtitur, se ky vend nuk bëhet, se ky vend nuk ka të ardhme, se ky vend nuk ka shpresë, se vetmi mundësi është ikja. Po kur vin problemi për të votuar, kemi 35 vjet që votojmë të njëjtat parti, të njëjtat emra, të njëjtat simbole, të njëjtat fytyra. E pra, problemi nuk është vendi, po janë njerëzit që qeverisin këtë vend. Në këto zgjedhje si asnjëherë tjetër, keni mundësi të zgjedhim, kemi mundësi të votojmë partitë e reja. Votoni partitë e reja, votoni ide të reja, votoni njerëz të rinj, votoni fytyra të reja, votoni ide të freskëta. Nuk them për këtë votoni, por mos duroni votën tuaj njerëzve të cilët kanë 35 vjet që shpërdorin atë. Ndryshimi nuk vjen me ditë, por me votë. Votoni me kurajo, votoni me përgjegjësi, mos votoni si tifoza. Votoni partitë e reja.